Problematike nga reshtë e shiut ka pasur në territorin e Bashkisë Lezhë. Moti me reshë shiut dhe shkarkesë elektrike ka krijuar një situatë me mungesë energjisë elektrike kryesisht në zonë rurale, në qytetin e Lezhës, në bllokun 11 janari, ka pasur prezencë të ujit në sipërfaqe, një problematikë e vazhdueshme kjo në situatë me reshë intensive të shiut. Nga strukturat e mbrojtjes civile të Bashkisë Lezhë raportohet se nga forcat bashkiake është pastruar aksi rrugor nacional Lezhë-Shkodër në pjesën ku lidhet me lagjen e Tereza nga inertët që ishin në trupin e rrugës. Si edhe është bërë evadimi i ujrave në obor 2 shkollet nënvjeçare Kosova dhe në Tereza. Aktualisht është rikthyer energji elektrike në fiderin numër 9 që furnizon fshatin Ishull Lezhë, si edhe është rikthyer energjia elektrike në fiderin numër 12 që furnizon fshatat Gjadër, Torovic, Kakarriç, Mab, vetëm në fshatin Dajqio, pasi aty po punohet akoma nga grupet OSHE-s. Fideri numër 7 që furnizon lagjen në Tereza, fshati Ishull Shëngjin dhe Rrezmali është rikthyer energji elektrike. Në fiderin numër 4 që furnizon Shënkollën e Talen po punohet për rikthimin e energjisë elektrike. Ndërkohë në kalimin e superstradës në fshatin Ishull Lezhë është bërë i pakalueshëm nga prezenca e ujit.